Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjejmë prapë në emisionin Një ditë në jetë. Edhe sonte jemi të nderuar të kemi mysafir të veçantë në mesin tonë. Dhe është pastor Emir Gashi nga Kisha e Nazaretit në Prishtinë. Çfarë do të dëgjojmë e mësojmë sonte nga pastor Emir Gashi është ajo se çfarë ne vetë po i afrohem pragut të saj. Është dita e Pentakostit. Edhe sonte do të dëgjojmë në lidhje me këtë temë. Pastor Emir, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma pastor Driton, kënaqësi e veçantë me qenë me ju dhe gjithë ata që po na ndjekin. Është kënaqësi të kemi në mesin tonë dhe përpara se të kalojmë te tema, unë dua të pyes ty, ti je në misionin Një ditë në jetë. Si mund t'ja përshkruajmë dëgjuesve tanë, audiencës tanë, ata që na dëgjojnë, që ne vërtet e kemi një ditë në jetë? Koha është një koncept shumë misterios. Nuk është thjesht matje e lëvizjes në hapësirë, as nuk është thjesht një t në një ekuacion fizike. Për të dhënë kuptim kohës, na duhet një tregim, po për të pas një tregim na duhet një autor. Sot ka kuptim dhe është edhe vlen për shkak se ka një autor, ka një krijues. Unë, ti, jeta ime dhe jeta jote, nuk jemi aksidenta por rasti kozmike. Jemi pjesë e një tregimi kozmik që ka një autor. Prandaj, ti vlen, jeta jote vlen, dhe çdo ditë e jetës tënde vlen, sepse ka një autor. Wow! Pastor Emir, ashtu sikur të gjithë atyre që kam intervistuar, unë duhet të pyes edhe ty në mënyrë publike, sepse unë kam të shkruar një fletush që thirret Një ditë në jetë, dhe në ta ardhmen po pres të kem një libër që të shkruaj Një ditë në jetë dhe këto citimet e juaja me lejen e juaj, ndoshta në një moment të caktuar do të hyjnë në libër. Kështu që faleminderit shumë. Atëre, pastor Emir, Pentakosti. Në fillim do të doja të pyesja për kuptimin e fjalës Pentakost dhe ku ndodhi ky Pentakost. Pentakosti, një ditë ka që rëndësishme në historinë e kishës. Fjala Pentakost rrjedh nga greqishtja e vjetër që do të thotë 50-shja. Dita e 50 nga koha e Pashkës edhe njihet sikur festa e javëve në kalendarin hebraik. Ishte mund në këtë ditë signifikante, që premtimi që Jezusi u kishte dhënë dishepujve të tij, se ai nuk do t'i linte ata vetëm, dhe se ai po kthehej tek Ati, por do të dërgonte frymën e shenjtë, premtimin e Atit e këta. Mu në këtë ditë të rëndësishme shënon zbritjen e frymës së shenjtë mbi dishepujt që ishin mbledhur në një vend, në një mendje të vetme, në Jeruzalem, dhe pas një agent tjetër veç se po prisnin përmbushjen e këtij premtimi. Tani Luka tek veprat na shpjegon se si ndodhi kjo dhe çfarë ndodhi atë ditë. Te kapitulli 2 i veprave, shoh të lexoj vetëm 2 vargje se si e përshkruan këtë ngjarje dramatike Luka. Dhe befas nga qielli erdhi një ushtim, si ajo e një erë që fryn furishëm, dhe e mbushi gjithë shtëpinë ku ata po rrinin. Dhe atyre u duken gjuhë si prej zjarri, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. Kështu të gjithë u mbushen me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u jepte të shpreheshin. E shohim nga përshkrimi se është një ngjarje dramatike. Këtu thuhet që nga qielli, nga një dimension tjetër, nuk ishte një fenomen natyror, ajo çfarë po ndodhte. Diçka që një ushtim e një erë të furishme. Me fjalë tjera, duket sikur Luka po provon të jep shpjegim asaj, por këtë çfarë mund të shpjegojë është duke marrë kategori brenda realitetit ton, duke krahasuar ata me një ushtim të një erë të furishme. Pra ishte diçka jashtëzakonshme që ndodhi aty, por ishte nga një dimension tjetër që po vinte. Edhe gjithë shtëpia ku ata ishin mbledhur, gjithë dishepujt që po prisnin, gjithë ajo shtëpi u mbush me këtë prezencë,
me këtë fuqi. Edhe është fuqi përsi lartë nga dimensioni hyjnor që i takon dishepujt derisa po pristin. Në Jeruzalem, ata në këtë ditë kishin ardhur për të festuar një fest, këtë fest hebraike që shënonte të korat e para, por një të kohë, sipas kalkulimeve të rabinëve, konsiderohej që 50 ditë pas daljes nga Egjipti, Perëndia kishte takuar Mojsiun dhe popullin Izraelin në malin Sinai dhe aty kishte bërë një beslidhje me ta edhe u kishte dhënë ligjin, 10 urdhërimet. Pra kishte një kuptim të dyfisht në aspektin bujqësor të bekimeve dhe të mirave të Zotit, por një në kohë në aspektin teologjik, duke u kthyer tek historia e hershme e popullit të Izraelit, i cili kishte dalë nga Egjipti, nga skllavëria dhe tani ka një beslidhje me Perëndin e qiellit dhe tokës. Edhe në këto momente, edhe ky moment i zbritjes së ligjit edhe i beslidhjes ishte shumë dramatik. E shohim se si është përshkruar me vetëtima, me zhurmë, me erë të furishme. Pothuajse është një ngjarje ngjashme, po tash po ndodh diçka e re në mesin e popullit të Perëndisë. Kemi frymën e shenjtë që është prezenca personale e Perëndisë që zbret mes tyre edhe kemi diçka të dukshme. Janë këto gjuhësi prej zjarrit që fillojnë të ndahen tek secili. Edhe ne dim nga dhjata vjetër që sa herë paraqitet zjarri, është identifikim i prezencës së shenjtë të Perëndisë. Ashtu siç ishte me rastin e tabernakullit, me tempullin, dhe tani kemi diçka të jashtëzakonshme që po ndodh, që disa teologë madje e quajnë demokratizimi i frymës së shenjtë. Që fryma e shenjtë e prezenca e Perëndisë nuk ishte thjesht e lokalizuar në një vend të caktuar fizik siç ishte tempulli, por tash Perëndia zbret edhe banon mbi dishepujt e Jezusit, ata që kishin pa Jezusin e vdekur, ata që kishin pa Jezusin e kryqëzuar, të vendosur në varr, dhe ata që ishin dëshmitar të Jezusit të ringjallur, i cili ishte ngritur tek ati, dhe tashmë kishte dërguar frymën e shenjtë si premtim që u kishte dhënë atyre. Ke cekur shumë gjëra dhe një lidhje shumë të bukur, por për hir të shikueshmërisë dhe dëgjuesve, sepse jam i bindur që ndoshta për shumë veta ende nuk është e qartë se çfarë është duke ndodhur pikërisht në këtë ditë. A mund na japësh disa prej shenjave kryesore, ti lexove, po ndoshta me një shtjellim për hir të dëgjuesve, cilat ishin shenjat e para që ne i shohim që ndodhen aty? Shenjat fizike ishte kjo ushtim, kjo erë furishme, një manifestim fizik, edhe zjarri, edhe gjuhët. Dishepujt filluan të flisnin ashtu siç fryma u jepte të shpreheshin, thot Luka. Çfarë flisnin ata? Ata flisnin gjuhën që nuk i ninin më herët, nuk i kishin mësuar në shkollë, por në ndërtimin dhe në udhëheqjen e frymës së shenjtë, ata qartësisht komunikonin ungjillin tek një turm njerëzish. Tani mos harrojmë një gjë, se kjo ngjarje nuk ishte një përvojë private, psikologjike e tyre, ishte një ngjarje publike. Edhe nuk është egzagerim të themi që ishte një ngjarje ndërkombëtare, sepse Luka na liston një numër të madh të njerëzve nga kombe të ndryshme që ishin prezent atë ditë në Jeruzalem dhe që kishin marrë vëmendjen e asaj se çfarë kishte ndodhur në këtë shtëpi. Pra, Perëndia po manifestonte veten me anë të frymës së tij, prezencës së tij personale, shumë në mënyrë publike, edhe po komunikonte ungjillin në gjuhën amtare të atyre që po dëgjonin. Dhe kjo ishte ajo habia atyre të gjithëve. Ata thanë, a nuk janë këta Galileas që ne po i dëgjojmë, dhe ata po flasin për gjëra të mëdha të Perëndisë në gjuhën tonë amtare? Kjo është një gjë shumë e bukur që na komunikon se Perëndia kishte qëllim që nga fillimi të komunikonte për gjitha kombet, për gjitha gjuhët, për gjitha fiset. E kjo shënon atë fillimin e lëvizjes së kishës që do shpërndahet në çdo cep të botës. Pastor i mirë, këtu më bën mu përshtypje që Bibla thot
të gjithë që ishin aty. Nuk ishin vetëm ata dishepujt, po thot të gjithë. Dhe më bën me njëherë të lidh një pyetje tjetër mbrapa kësaj për ty. A ka momente tjera, histori tjera, dëshmi tjera në Bibël të këtyre ngjarjeve si kjo, domethënë të mbushën në frymën e shejt dhe se si njerëzit lëviznin në manifestimin e frymës. Po, mënyra se si Luka na tregon pjesën tjetër të zhvillimit të kishës së hershme, sidomos derisa dishepujt fillojnë të ndajnë ungjillin me samaritanët, me jo hebrejt, ne shohim momente të ngjashme, po ndoshta në miniaturë të asaj çfarë kishte ndodhur në ditën e Pentakostit. Te kapitulli 8 kemi Pietri dhe Gjoni që shkojnë dhe u flasin samaritanëve dhe lutën për ta, vendosin duart e tyre mbi ta dhe kemi ardhin e frymës së shenjtë mbi ta, një manifestim të prezencës së Perëndisë në mesin e samaritanëve, që thente disa koncepte edhe shoqërore, përderisa ata i konsideronin samaritanët si një etni hibride, edhe jo të pastër. Perëndia nuk po bënte asnjë dallim aty. Pastaj te kapitulli 9 kemi një rast me Saulin. Sauli, i cili ishte një përndjekës i kishës, në rrugën për në Damask, Jezusi i ringjallur e takon, e gjithë jeta e tij ndryshon dhe merr një kaje tjetër, dhe derisa i shkon në Damask është Anania, i cili shkon dhe e viziton, të cili Zoti ju paraqit në vizion, i thotë shko Anania në këtë rrugë, takoje Saulin, sepse unë e kam zgjedhur për qëllimet e mia. Dhe kur Anania vjen tek Sauli, ai lutet për ta vendosur duart dhe fryma shenjtë bie mbi ta. Në raste të tjera kemi Kornelin dhe familjen e tij, një familje jo hebreje. Ata përgjigjen me besim. Edhe apostujt lutën për ta, edhe fryma shenjtë vjen mbi ta. Të shohim që nuk bën asnjë diskriminim Zoti me anë të frymës së tij. Do të ishte është një pikturë e bukur se çfarë në kupton shpëtimin e Jezusit, që nuk një as kufi, as gjuhë, as rac. Është për gjithë. Edhe është dhuratë, është hir që i ofrohet njerëzimit, madje duke i dhënë, duke depozituar prezencën personale të tij në jetën e atyre që kanë vendosur besimin e Krishtit. E them herë diçka që vërtet më tërheqi vëmendjen dhe dua ta cek edhe një herë, që momentin thua kur ata kanë folur në gjuhë të panjohura për ta, por të njohura për popull tjerë, e the sikur ishte plani i Perëndisë që të predikohet ky lajm çdo krijese. Dhe tani ne shohim që në Bibël ne dimë që Jezusi është i njëjti dje, sot dhe përjet. Ai nuk ka ndryshuar as në karakter, as në fuqi, as në lavdi, as në pushtet. Dhe unë kam një pyetje përpara teje, për dëgjuesit tanë, por ky Pentakost, a është edhe sot për kishën? Nuk ka si mund të jetë ndryshe. Pentakosti si një ngjarje historike është e papërsëritshme. Por mbushja me frymën e shenjtë është po aq relevante për neve sot sa që ka qenë edhe atëherë. Ne nuk kemi arritur një stazë të besimit tonë ku ne nuk kemi më nevojë për fuqinë edhe prezencën e frymës së shenjtë në jetën tonë. E njëjta prezencë personale e Perëndisë që kishte fuqizuar, ndryshuar jetët e dishepujve, që dikur ishin frikacak, e fshiheshin, nuk ishin të gatshëm madje të pohonin se njihnin Jezusin, janë të njëjtit njerëz tani që janë me plot guxim, me plot dëshmi të fuqishme, sepse ka vetëm një dallim. Dallimi është që ata tashmë janë mbushur me prezencën personale të Perëndisë. Fuqia dhe prezenca e Perëndisë i ka transformuar jetën e tyre, edhe dëshminë e tyre e ka bërë të gjallë dhe të vërtetë. Kështu që sot, më shumë se sa ndonjëherë, kisha duhet të kthehet te kjo ngjarje, sepse është një ngjarje përkufizuese dhe definuese për misionin dhe natyrën e kishës. Duhet të kthehemi aty, që të mos e humbim rrugën, e të kërkojmë ndoshta mënyra tjera, metoda tjera, se si dëshmia jonë të jetë e fuqishme dhe e gjallë. Ka vetëm një mënyrë, sipas storjes që na jep Luka, dhe ajo është përmes prezencës
dhe fuqisë së frymës së shenjtë në jetën tona. Wow. Shumë më rëndësi për ta dëgjuar dhe për ta kuptuar. Por, pastore mirë, për gjithë ata që po na dëgjojnë, e di që duhet shumë kohë për të folur për këtë temë dhe për të shpjeguar gjitha këto gjëra. Me shpresë që do të kemi mundësi prapë të i flasim këto tema, dhe jemi bindur që ndoshta dëgjuesit na kërkojnë me dëgju më tepër. Por, cili është roli i frymës së shenjtë sot? Është një pyetje shumë e rëndësishme, shumë e thellë. Roli i frymës së shenjtë në jetën e një besimtari është shumë dimensional. Edhe sot ne mund të kalojmë gjithë ditën duke folur për gjitha këto dimensione. Po do doja që shkurtimisht të ndalem vetëm tek një varg, që është tek Veprat 1, kapitulli 1, vargu 8. Jezusi u thot dishepujve, dhe ju do merrni fuqi nga lart, kur fryma e shenjtë do vi mbi ju. Dhe ju do jeni dëshmitarë të mi në Jeruzalem, në Samari, në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e dheut. Jezusi po flet dishepujve për një fuqi hyjnore që do të vijë mbi jetët e tyre. Që prezenca e tij personale do t'i mbush ata me këtë fuqi hyjnore. Por për çfarë është kjo fuqi? A është fuqi për të bërë show? A është fuqi për të marrë vëmendjen e të tjerëve? Luka na thotë që Jezusi thotë kjo është fuqi për të qenë dëshmitar të tij. Pra roli, sipas Jezusit, sipas vargut që ne sapo citova, roli i fuqisë dhe prezencës së frymës së shenjtë në jetën e një besimtari është për të dëshmuar për Jezusin. Jezusi e dinte që dishepujt nuk ishin në gjendje të dëshmonin ashtu siç ai e meritonte, dhe siç ishte ai idejnë. Dishepujt nuk ishin as urtësinë, as fuqinë, as përvojën të banin ata çfarë ai u kishte besuar atyre, që të shkojnë në gjithë botën dhe të bëjnë dishepuj. Të shkojnë dhe të predikojnë gjithë krijimit ungjillin. Ai nuk i dha vetëm një mision, ai u dha atyre prezencën e tij personale dhe fuqinë e tij hyjnore për ta përmbushur këtë mision. Kështu që më shumë se sa kurrë ne duhet t'i kthehemi këtyre vargjeve që na definojnë se kush jemi në Krishtin dhe cili është roli i frymës së tij në jetën tonë. Po aq relevante është sot, sa ka qenë edhe shekullin e parë që kisha me qenë fuqizuar nga prezenca dhe fuqia e frymës së shenjtë. Nëse duam që dëshmia jonë me qenë relevante, me qenë fuqishme, e guximshme, atëherë ka vetëm një zgjidhje, ka vetëm një burim, edhe është fuqia dhe prezenca e frymës së shenjtë. Si t'ja lejojmë këtë të punojnë në jetën tonë? Ndonjë dëshmi, ndonjë moment, ndonjë sqarim? Pastore mirë, si mund ta lejojmë? Ne duhet ta lejojmë diçka të bëhet. Po, fryma e shenjtë nuk është një koncept abstrakt, është person. Bibla na thotë mos e rezistoni frymën e shenjtë, mos e shuani frymën e shenjtë, mos e trishtoni frymën e shenjtë, që tregon që kemi të bëjmë me një person hyjnor që ka gjetur rezidencë në jetën tonë dhe që don ta drejtojë jetën tonë, ta fuqizojë jetën tonë, ta përdorë jetën tonë për lavdinë e Perëndisë. Prandaj pjesa jonë është që ne t'i kushtojmë vëmendje, të dëgjojmë zërin e frymës së shenjtë, të mbështetemi tek fryma e shenjtë, të jemi të hapur ndaj fuqisë që fryma e shenjtë ofron në jetën tonë. Ndonjëherë ne mendojmë që dim mjaftueshëm, kemi përvojë mjaftueshëm, kemi kry këtë kurs, kemi bë këtë, sikur fryma e shenjtë është thjesht aty për të mbikëqyrë çfarë po ndodh. Por në realitet është esenciale në jetën e çdo besimtari që ne t'i nënshtrohemi prezencës dhe fuqisë së frymës, mirë që dëshmia jonë të jetë vërtet e gjallë dhe dëshmia jonë të jetë ashtu si Jezusi kërkonte. Ne nuk mund ta prodhojmë ata çfarë vetëm fryma e shenjtë mund ta prodhojë. Wow, shumë bukur. Vërtet duke sikur sot për çfarë jemi duke bërë, domethënë në fakti duke shpjeguar, është thosë thjesht vetëm po hedhim pak krip tek dëgjuesit tanë për të bërë me të etër dhe me të uritur për të ardhur tek uji. Patjetër që do të kemi edhe emisione tjera që të flasim për këtë, sepse
po gjatë momentin kur ti po flet shumë pyetje tjera apo më vinë në mend, por për shkak të kohës do të lojmë për ndonjë moment tjetër. Në mbyllje, pastor i mirë, çfarë do t'ju thuash dëgjuesve tanë në lidhje me këtë temë që po flasim sonte? Pastor Driton, gjithmonë pyesim cila është fuqia dëshmisë sonë. Si mund të jemi dëshmitar më i mirë për Jezusin? Këtë pyetje ne dëshirojmë ta elaborojmë, por megjithatë dëshirojmë që ta jetësojmë se si duket jeta jonë që e nderon Jezusin dhe që dëshmon për ta. Kur shohim në fillimet e hershme të kishës, dishepujt kishin një dëshmi të guximshme dhe të pandalshme. Madje edhe përballë kërcënimeve nga autoritetet si romanke si ato fetare të Jeruzalemit. Përgjigjja e tyre ishte shumë e thjeshtë edhe shumë e fuqishme. Kur ata kërcënoheshin, s'pari ata e konsideronin ata si një privilegj dhe një gëzim, që tingëllon paksa e çuditshme. Por përgjigjja e tyre ishte ne nuk mund të mos flasim për atë çfarë kemi parë dhe çfarë kemi dëgjuar. Madje u thoshin autoriteteve që ju gjykojeni nëse është drejt të bindemi juve apo të bindemi Perëndisë. Realiteti që ata kishin përjetuar, duke ndjekur Jezusin, duke pa vdekjen dhe ringjalljen e tij, duke pas një përvojë 40 ditë me Jezusin e ringjallur, i cili u ngrit në qiell dhe pastaj duke dërguar frymën e Shejtit në jetën e tyre. Kjo ishte një përvojë kaq transformuese për ta, saqë ata thonin asgjë nuk na frikson, asgjë nuk na zbraps. Kjo lëvizje është nga Perëndia, është e pandalshme. Askush nuk mund të ndalë atë çfarë Perëndia ka filluar. Pra ishin aq të bindur, aq të fuqizuar nga dëshmia e asaj çfarë kishin pa me sytë të tyre, prekur me duart e tyre, dëgjuar me veshët e tyre, edhe nga prezenca e frymës së Shejtit të tyre, saqë ata u bën të pandalshëm, mesazhi u bë i fuqishëm edhe i pandalshëm. Në rrethana shumë të vështira, në rrethana dhe kontekste që gjithçka ishte kundër tyre. Kjo na bën me kujtu që kisha nuk është një fenomen njerëzor, nuk është një eksperiment shoqëror, është ideja e Perëndisë, ishte qëllimi dhe plani i Perëndisë. Edhe këtu duhet të kthehemi vazhdimisht të kjo storje, sepse kjo është storja e origjinës së kishës. Për të marrur identitetin ton, për të kuptuar misionin ton, për të kuptuar se si ne duhet të vazhdojmë puna që ka filluar para 2000 vitësh. Lajmi i mirë është që ne kemi të njëjtën fuqi në dispozicionin ton, e njëjta prezencë e Perëndisë është sot në jetën tonë. E dëshmia jonë mund të jetë po aq e fuqishme, po aq e pandalshme sa ishte edhe për dishepujt e shekullit të parë. Pastor i mirë, shumë faleminderit. Ishte vërtet kënaqësi, nder e bekim të kemi në mesin tonë, dhe të dëgjojmë të mësojmë çka është Pentakosti dhe rolin e frymës së Shejtit për kishën. Shumë faleminderit për teje. Faleminderit shumë pastor Driton, ishte privilegj me që me ju me dhe gjithë ata që po na ndjekin sot. Mysafir dëgjues të nderuar, sonte ishit në emisionin Ditë në Jetë me pastor Imir Gashin, pastor tek Kisha e Nazaretit në Prishtinë. Mësuam rëndësinë e Pentakostit, rolin e frymës së Shejtit për kishën. Jezusi është i njëjti dje, sot dhe përjet, ai nuk ka ndryshuar. Dhe mos harroni, atë çfarë edhe pastori Imiri e përmendni tek Veprat 1:8, ju do të merrni fuqi. Jo vetëm për të folur, por edhe për të vepruar dhe për të trashëguar veprat dhe fuqinë e Zotit, që do transmetohet përmes teje dhe kishës ku ti je duke shërbyer. Paqja dhe gëzimi i Zotit qofshin me ju, miru takoshim në takime tjera. Zoti ju beqoftë shumë.